Qyteti i Kavajës ka mirëpritur edicionin e parë të Kavaja Code Fest, një festival që synon të nxjisë kreativitetin dhe aftësitë digjitale të rinjve përmes programimit, robotikës dhe inteligjencës artificiale. Aktiviteti u zhvillua në ambientet e kinoteatrit të qytetit. Nisma vjen nga Innovation Academy në Vushtri të Kosovës, e themeluar nga Ensar Bajrami dhe Fatbarda Dallku, të cilët kanë sjellë projektin edhe në Shqipëri pas suksesit të arritur në Kosovë. Zoti Bajrami tha për Drita Televizion se u befasua nga pjesëmarrja dhe interesi i fëmijëve dhe prindërve të komunitetit të qytetit. Unë gjithmonë e them që fëmijët nga Shqipëria, nga Kosova, jo vetëm që janë të barabartë me bashkëmoshatarët e tyre kudo në botë, por nganjëherë janë edhe më të mirë. Krejt çfarë duhet është njerëz prindër, edhe një vend ku ata shprehin kreativitetin edhe talentin e tyre dhe njerëz të cilët i mbështesin. Pra këtu kemi projekte të ndryshme duke filluar nga kodimi, nga robotika, nga inteligjenca artificiale që është domethënë në kulmin e zhvillimit e gjithçka nga teknologjia dhe inovacioni. Kështu që i ftoj të gjithë qytetarët e Kavajës që të vinë dhe ta vizitojnë këtë festival dhe t'i përkrahin këta fëmijë të mrekullueshëm. Ndërsa zonja Fatbarda Dallku vlerësoi punën e mësuesve, të cilat sipas saj dhanë një kontribut të madh në këtë projekt. E vërteta është që kemi pas vështirësi teknike, mbrëm deri në ora 10, mbrëm ashtu kemi punu, me printime, me kablo, me çdo gjë kemi realizu vetë. Në Kavaj, organizimi i aktivitetit është realizuar në drejtimin e drejtoreshës së Innovation Academy Valbona Karkini Mustafa, e cila së bashku me ekipin e saj ka mundësuar zhvillimin e edicionit të parë të festivalit në qytet. Zonja Mustafa u shpreh mjaft optimiste për këtë projekt dhe në fjalën e saj u shpreh se ky lloj bashkëpunimi do të vijojë edhe më tej për të mirën e qytetit. Fillimi është gjysha e punës, thot një fjalë urtë popullore. Dhe derisa një fillim prej një viti ka një sukses kaq të madh, mendoj se suksesi do jetë në vazhdim e sipër, do të jetë pa diskutim i suksesshëm ky projekt. Në këtë edicion mori pjesë edhe nënkryetari i Bashkisë së Kavajës, zoti Genci Gjylsheni, i cili vlerësoi nismën si një hap të rëndësishëm për edukimin teknologjik dhe përfshirjen e të rinjve në inovacion. Dhe jemi shumë krenar për këto fëmijë që kaq bukur kanë arritë bëjnë gjithë kompozimet e tyre dhe të na i servirin ne si qytetarë. Është risi e veçantë dhe do ta mbështesim maksimalisht Bashkia e Kavajës me sa mundet, do të mbështesim këto lloj aktivitete që i përkasin, pra domethënë dhe i shërbejnë këtij qyteti që gjithkohon kërkon gjëra të reja. Në festival morën pjesë 80 nxënës me 33 projekte të zhvilluara gjatë vitit akademik në fusha si kodimi, robotika dhe inteligjenca artificiale. Fituesit do të përziten përmes një formule të kombinuar mes jurisë profesionale dhe votës së publikut, ndërsa aktiviteti do të kulmojë me mbrëmje ngala ku do të ndahen çmime dhe mundësi për përfaqësim në festivalin në Vushtri të Kosovës. Organizatorët e konsiderojnë këtë aktivitet si një hap të rëndësishëm drejt promovimit të arsimit teknologjik dhe krijimit të mundësive të reja për të rinjt, duke synuar që Kavaja të kthehet në një pikë të qëndrueshme të inovacionit digital në rajon.